Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë pranë Universitetit Ismail Qemali të Vlorës ka mbyllur me sukses ciklin e studimeve bachelor dhe master. Ky proces, i cili zgjati rreth një muaj, përfundoi me mbrojtjen e diplomave dhe finalizimin e një etape të rëndësishme akademike. Departamenti ofron 3 programe studimi në nivelet bachelor dhe master. Sipas shefes së departamentit Edlira Çekrezi, qëllimi dhe vizioni kryesor mbetet mbështetja e studentëve gjatë gjithë rrugtimit të tyre akademik, duke i përgatitur sa më mirë për mbrojtjen e diplomës, një ndër fazat më të rëndësishme të studimeve. Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë e këtij departamenti, ndërsa këtë vit janë diplomuar 18 studentë të nivelit master. Ky sezon, i cili ka nisur gati prej një muaji, ka qenë një sezon pak i ngarkuar për 2 arsye, sepse përfundojnë dhe mbyllen të gjitha ciklet e studimit, bachelor, master. Kemi vitin e 3 bachelor dhe master i viti 2 që përmbyllet. Dhe duke pasur këto specifika dhe departamenti ynë në dispozicion të studentëve ka 3 programe studimi, bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi, bachelor Media Komunikim dhe Trashëgimi Kulturore dhe master shkencor në mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Edukim. Patjetër që problematikat jemi përpjekur që t'i zgjidhim në kohë reale, të mbështesim studentët, ky ka qenë vizioni dhe qëllimi themelor, t'i mbështesim ata në çdo sipërmarrje që ata kanë pasur, të realizojnë me sukses provimet, të realizojnë me sukses mbrojtjen e disertacionit të mikrotezës, siç themi ne në master shkencor, dhe nga ana tjetër të përgatiten për formimin e diplomës. Pra ka qenë një proces i gjatë, i cili është finalizuar jo më larg se dje, ku ne diplomuam studentët e nivelit master. Gati 18 studentë kanë prezantuar 10 temat e diplomave, të cilat ishin shumë interesante, u të udhëhequra nga pedagogët. Një moment që unë do t'a quaja që edhe kemi kapërcyer dhe e kemi kapërcyer me sukses, ka qenë procesi i kontrollit të antiplagjaturës, e cila erdhi sipas një vendimi të Senatit, ku temat e diplomës do të kalonin në këtë proces, dhe me bashkëpunim të gjitha dhe të strukturave të rektoratit, ne realizuam edhe këtë proces dhe të gjithë studentët e kaluan këtë moment dhe u futën dje në provimin e diplomës dhe mbatën rezultate shumë të mira. Ky ishte një moment që ne e kishim përballeshim për herë të parë, po duke qenë që master ishte i nivelit shkencor, patjetër që e kërkonte. Kristina Birçaj ka përfunduar programin master shkencor në mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Ajo tregon se gjatë viteve të studimit është ndjerë mbështetur nga stafi akademik deri në përfundimin e programit. Birçaj shprehet se mësuesia është profesioni që dashuron dhe ka zgjedhur me pasion, duke theksuar se ky profesion kërkon mbi gjitha përkushtim dhe përgjegjësi. Në programin master shkencor i mësimdhënies së Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Si e ndjet gjatë studimeve në Universitetin e Vlorës? Gjatë studimeve në Universitetin e Vlorës kam përjetuar një përvojë shumë të bukur, por njëkohësisht edhe sfiduese. Gjatë këtyre viteve kam fituar jo vetëm përvoja akademike, por edhe aftësi që do të më shërbejnë në profesionin tim. Kam pasur mundësinë dhe fatin të mësoj nga pedagogë me përvojë, profesionist, të marr pjesë në projekte të ndryshme dhe të zhvilloj praktikën profesionale. Mendoj se universiteti ka ndikuar në formimin tim si studente dhe si profesioniste e ardhshme. Gjatë këtyre viteve jemi mbështetur plotësisht nga pedagogët, na kanë ardhur shumë në ndihmë me konsultime, me orientime për detyrat, punime shkencore, projektet e ndryshme. Kemi mësuar shumë nga ata, nga ligjëratat e vëra të tyre, të cilat na kanë ardhur shumë në ndihmë. Gjithashtu, kemi pasur një kombinim shumë të mirë të njohurive teorike dhe praktikës, dhe kjo na ka përgatitur më mirë për të ardhmen. Si e ndjen veten këtë profesion? Po, më pëlqen shumë ky profesion. Kam zgjedhur degën e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë sepse kam pasion gjuhën, letërsinë dhe mësimdhënien. Besoj se profesioni i mësueses është një nga profesionet më të rëndësishme sepse lidhet drejt për drejt me formimin dhe edukimin e brezave të rinj. Dhe besoj se profesioni i mësueses është një profesion që kërkon shumë përkushtim, përgjegjësi dhe dëshirë të vazhdueshme për të mësuar. Faleminderit shumë. Pas një muaj intensiv me provime dhe mbrojtje diplomash, Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës ka përmbyllur me sukses ciklin akademik në programet bachelor dhe master, duke shënuar një tjetër etapë të rëndësishme në përgatitjen e brezit të ri të mësuesve dhe specialistëve të gjuhës dhe letërsisë shqipe.